Paqe gjithve, mirdita vëllezër dhe motra, Zoti t'ju bekoj. Ja kemi prapë sot bashkë në takimin e radhës, siç e dini kemi prek të temën e re, për sa i përket restaurimit të kishës. Sot e përfundojmë, edhe lavdi Perëndis që na jep gjithmonë të mundësinë, dhe bëjmë një lutje si gjithmonë që edhe mos të humbim kohën. Dhe tu sigurohemi që jam gjërat po shkojnë mirë, po shikoj që pak të për momentin, gjërat janë mirë. Amen, okej. Okej, bëjmë një lutje si gjithmonë, edhe flasim për këtë temë, ta përfundojmë sot edhe këtë temë. Haleluja. Atë o Perëndi plot fuqishëm, atë Perëndi universit. Si gjithmonë o Zot i madh, ne vim këty sepse kemi nevojë për ty. Sepse pa ty nuk mund të bëjmë asgjë. Me ty gjithçka është e mundur. Të falenderojmë o Zot që je një Perëndi i gjallë, që je këtu mes nesh, që s'na lën, s'na praktis. Të falenderojmë o Zot që na i gëzon zemrat me këto dëshmitë që na vjen njëra pas tjetrës. Këto përgjigje të lutjeve o Zot i madh që po vijnë njëra pas tjetrës. Sepse ti je Zot i gjallë, ti je këtu mes nesh, ti don të shikosh popullin tënd të bekuar. Perëndi të falenderoj o Zot që na i dëgjon lutjet. Falenderojmë o Zot i madh që po shikojmë dorën tënde o Zot në lutjet që bëhen o Perëndi. Falenderoj për këto motra që lutën natë ditë, pa pushim, ngulmojnë me agjerime, përgjërime, dhe do të marrin përgjigjet e lutjeve njëra pas tjetrës në emër të Krishtit Jezus. Falenderoj që na i gëzon zemrat, na nxit o Zot i madh që të ecim pa dyshim o Zot i madh, sepse atë që ti ke premtuar në fjala jote do ta marrim, është po dhe amen. Të falenderojmë atë për këtë fjalë të bekuar, japim mesazhes frymës shenjtë, që gjithmonë na bekoj edhe sot me këtë fjalë. Ti e shtyp frymës shenjtë, të flasësh më të mirë. Kjo është fjala jote, Zot i madh. Dhe kam nevojë për ty, frymës shenjtë, na vajos. Na beko vëllezërit dhe motrat që po shikojnë, kudo që të jenë. Perëndi shoqëroj këtë fjalë me mrekulli si gjithmonë në emër të Krishtit Jezus. Preke popullin tënd, shëroje popullin tënd, çliroje popullin tënd, o Zot i madh. Boja diferencë që ke bërë gjithmonë midis popullit tënd dhe botës, o Zot. Ky është viti që ne kemi shpallë, që në emër të Krishtit Jezus do marrim, o Zot, gjithçka që ne kemi parashtruar lutje para fronit tënd. Dhe në emër të Jezusit, ky është viti, o Zot, që ti do bësh diferencë midis paganëve, botës dhe bijve tuaj, tufës tënde. Do marrim me besim të plot, pa lëkundje, pa dyshime, në emër të Krishtit Jezus. Bekojo, Zot i madh, prek ke popullin tënd, beko fjalën tënde, fryma shenjtë më udhëhiq dhe më sot në emër të Krishtit që beku qoftë gjithë jetën e vet. Amen, amen, amen. Lavdi Zotit. Na gëzoi dhe kjo dëshmia e motrës, është një dëshmi tani, nuk është ora që ta them këtu, po na gëzoi. Dhe shikojmë se si Perëndia pra përgjigjet gjithmonë në kohën e duhur. Nuk të zgënjen, ai emër nuk të turpron. Edhe lavdi Perëndis për këto dëshmi, na nxisin të ecim përpara, mos kemi dyshime. Amen. Okej, hajde, koncentrohemi ke mesazhi, përfundojmë sot mesazhin, temën pra që kemi prek, është restaurimi i kishës. Fola pjesën e parë, se mos gaboj afërsisht e dash ke vargjet midis kantikëve dhe psalmit 102, megjithatë po i prek të fundit, pra si gjithmonë që të jenë zinxhir, që mos të humbasim asgjë. Dhe besoj që mund ta përfundojmë sot. Okej. Lexojmë pra vargun kur lam, ke kantiku i kantikëve, ke kapitulli 4, vargu 2, lexuam dhe po lexoj edhe sot. Dhambet e tua janë si një kope delesh të qethura që kthehen nga vendi i larjes. Të gjithë kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është sterb. Amen. Këtu Perëndia si thash ras tjetër, se këtu e lash më duket, deklaron pra që asgjë, edhe sot na erdhi edhe përgjigja dëshmisë motrës, pra atë dëshmi që morëm, asgjë nuk do t'i mungoj kishës së Jezu Krishtit. Dhe në fakt edhe dita kur ne si besimtar pra nuk na mungos gjë
edhe nga ana frymore mbi gjithë. Pra, këtu është Jezusi që po i flet kishës së tij, pra po i flet tufës së tij, po i flet nusës së tij. Dhe shikojmë mënyrën se si Perëndia e shikon kishën e tij këtu, sepse shikojmë shumë simbole fakt, siç thash rast tjetër që Perëndia i përdor pra mënyrën se si flet në mënyrë simbolike për të përshkruar kishën e vet. Dhe këtu në fakt lexojmë dhëmbët e tua janë si një kopet delesh të qethura. Pra këtu shikojmë shumimin e kishës. Amen. Dhe shumimin edhe bekimet që do vinë mbi kishën. Që është pra, mu themi, këtë shumim bekimesh mbi ne. Që është një instrument bekimesh edhe për të tjerët, edhe lavdi Zotit. Amen. Shumimin e kishës. Amen. Shumimin e bekimeve. E na erdhi sot dhe i bekim pra si shtash me motrën që mori qelësat në dorë e lavdi Zotit. Po do jemi edhe një instrument bekimesh edhe për të tjerët. Aleluja. Aleluja. Ke psalmi 102, lexojmë nga 13 deri ke 18, po më duket se këtu e lash ky psalmi 102, pa ajt mos ka gale. I kam rëndit vargjet shu, rresht. Ke psalmi 102 vargjet 13, nga 18 lexojmë. Ti do të ngrihesh edhe do të vi keq për Sionin, sepse erdhi koha të tregosh dhëmshmëri ndaj tij, dhe koha e caktuar erdhi, sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e tij dhe u vjen keq për plurin e tij. Po, kombët do të kenë frikë nga emri i Zotit dhe gjithë mbretët e dhejot nga lavdia jote. Kur Zoti do të rindërtoj Sionin dhe do të duket në lavdinë e tij, ai do të dëgjojë lutjet e njerëzve të braktisur dhe nuk do ta përbuz lutjen e tyre. Kjo do të shkruhet për brezët e ardhshëm dhe populli që do të krijohet do të lëvdoj Zotin. Amen. Tu flitet pikërisht siç thash, duket se nuk e di e preka apo jo, por nejse, flitet për kohët e sotme. Këto kohë që ne po i përjetojmë sot. Pra, për çfarë kohe po përjetojmë sot, ne pikërisht sot po shikojmë kohën e restaurimit të kishës, se si ka ardhur një zbulesë, se si ka ardhur një fllad i freskët i frymës shenjtë, një dallë e madhe nga qielli dhe kisha tani po merr zbulesën e duhur, po mbështetet ke doktrina e duhur, po shikojmë restaurimin e kishës në kohën tonë, një gjë që s'ka pas ndodhur fare më përpara. Për kohën ku Perëndia do të ngrihet edhe do të ndërtoj e do të forcoj kishën e tij, sepse siç thash dikur ishim në shkret e tjerë, por tani po futemi te ky kopshti i lulëzuar, ja pse ne duhet që t'jemi komplet në Zotin, edhe t'jesh komplet gjë e parë, sepse është një fjalë ebraishte që është ndërgjegja. T'jesh i ndershëm, t'jesh i ndërgjegjshëm. Edhe kush është sinonimi i fjalës kësaj nga ebraishtja, ose kuptimi më i saktë nga ebraishtja është komplet. Që ne t'jemi të komplet, t'jemi të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm. T'jemi të ndërgjegjshëm dhe të ndershëm me veten tonë, t'jemi të ndërgjegjshëm dhe të ndershëm me vllajën dhe motrën Krisht, dhe kur bëjmë të, jemi të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm edhe me Perëndin. Të jemi të komplet në Zotin. Kjo do thotë, sepse vetëm kështu mund të bëhemi një kanal bekimesh edhe për të tjerët. Nëse ne nuk jemi të ndershëm, nëse ne nuk hapim zemrën, nëse ne nuk jemi të ndershëm me veten tonë edhe me të tjerët, nuk jemi komplet. E po nuk jemi komplet, nuk jemi një kanal për të tjerët. Por kur jemi komplet, atëherë bëhemi edhe një kanal për të tjerët. Ke Psalmi 45, vargu 13 lexojmë: Tërë shkëlqim është brenda e bijve e mbretit. Rrobat e saj janë të qëndisura me ar. Tërë shkëlqim është brenda e bija e mbretit. Amen. Rrobat e saj janë të qëndisura me ar. Këtu Perëndia, kujt po i referohet? Kush është bija e mbretit? Ne, kisha. Tu Perëndia po referohet kishës së Jezu Krishtit, që po e dërgon kishën e vet në një pozicion lavdije, që t'i japi lavdi emrit të Krishtit. Po e dërgon në një pozicion lavdije. Më pëlqen kjo. Tërë shkëlqim është brenda, o bija e mbretit. Amen. Ne jemi bija e mbretit.
Rrobat e saj janë të qëndisura me arë, vajosja. Aleluja. Aleluja. Po e dërgon pra në një pozicion lavdije Zoti kishte në vet. Ke Efesianët 5, vargjet 26-27, që lexojmë? Që ta shejtëroj, pasi e pastroj me larjen e ujit me anë të fjalës. Uji, shikojmë pra manimente vargu 5, falni kapitulli 5, vargu 26, zbulum edhe herë këtu, shikojmë qartë që fjala Perëndis është ky ujë që na lan, ose kur flitet për ujin, siç flet Jezusi për rilindjen, për shembull, që i thot Nikodemit, qofse ne nuk rilindim nga uji dhe nga fryma, kush është uji? Tu thot që uji është fjala e Perëndis, sepse thot pasi e pastroj me larjen e ujit me anë të fjalës. Kështu që uji është fjala që na lan. Na lan mënyrën e të menduarit, e të vjetrët, mënyrën e konceptuarit, kemi pas koncepte ndryshme, ide të ndryshme, mënyrën se si mendoshim ndryshe. Kështu që erdhi moment tani që ne të lahemi. Kjo larje, kur ne marrim fjalën, kjo larje na bën që të mendojmë ndryshe nga ajo që mendoshim ne. Jo pse rritja shpirtërore nuk ekziston në Bibël, nga kjo pikpamje. Varet mënyra se si shprehim. Pse? Sepse të rritemi nga ana shpirtërore, do thotë që ne të rrisim vullnetin ton, ne të rrisim ndjenjat tona, ne të rrisim egon ton. Nuk mund të rritemi nga kjo pikpamje. Ne e transformojmë me lajm. Lajm e heqim, e pastrojmë edhe marrim vullnetin e Zotit, që të bëhet vullneti i Zotit dhe jo joni. Mos të hecim me ndjenja, po të hecim me besim. Okay? Mos të hecim me egon ton, po të jemi bujar. Kjo është një transformim. Nuk po të rritesh nga ana shpirtërore, po transformohemi nga ana shpirtërore. Ne rritemi nga ana frymore, jo nga ana shpirtërore. Edhe kjo transformim, kjo larje vjen me anë të fjalës Zotit, sepse është ujë, ujë që të lan. Pra, ke Efesianët 5:26, lexojmë në vargun 27, që ta nxjerrë atë përpara vetës të lavdishme, për ne flet. Pa njolla, për ne flet. Pa njolla dhe rrulla, a ndonjë gjë të tillë, por që tjetë shenjtë dhe pa qortushme. Këtu pra çfarë shikojmë? Njëjtë gjë që pam ke Psalmi 45, vargu 13, se si Perëndia po e merr kishën e tij, po e dërgon në një pozicion lavdije. Aleluja, edhe 5 pra, edhe Efesianët 5, vargu 26-27, flet për të njëjtën gjë, se si Perëndia po e merr kishën e tij dhe po e dërgon në një pozicion lavdije, restaurim i kishës, kompletim i kishës. Amen. Kjo Veprat e Apostujve 3, vargjet 20-21, lexojmë. Dhe ai të dërgoi Jezu Krishtin, që ju është predikuar më parë juve, të cili qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes të gjithë gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Pra Perëndia restauron çdo gjë që është e humbur. Dhe para se Jezusi të rikthehet, çdo gjë do të ripërtërihet. Dhe çdo gjë do të rikuperohet. Do të ripërtërihet, do të rikuperohet, e do marrin pozicionin që në takon. Dikush që më parë nuk i interesonte për shembull vajosja, nuk i shkonte të luste, nuk i shkonte gjë, nuk i interesonte. Ora është ora që ne ta kërkojmë të vajosje. Kështu që djalli ka pas shumë liri, si mu themi, për një kohë gjatë, okay? Si mu themi, ka luajtur pak me fuqinë e tij, me atë fuqinë e tij, si mu ta quajmë, të ndyrë, por ka luajtur me këtë fuqi të ndyrë ndaj nesh. Pra, mbi bijtë e Perëndis, por tani erdhi ora që Perëndia po i çiron, po i bekon bijtë e tij. Dhe madje tjen një instrument i fuqishëm, tjen një instrument edhe për të tjerët, një kanal edhe për të tjerët. Tjerët thot, për tjerë si po shikoj që ka diçka tjetër këty. Kush është ky Zoti jot? Mund të flas pak për këtë Zotin tënd. Du ta njoft të Zotin tënd. Shikoj që kete paqe, kete qetësi, Zoti po t'jep maturi, urtësi,
Po të bekon, pritje, pse kjo gjë? Edhe sepse është Perëndia ai që po e merr kishën. Okej, mjaft no, i kemi dhënë vend djallit. Ka pas shumë liri, e ka përdorur atë fuqinë e vet të ndyrë kundër nesh. Po tani, thot Zoti, mjaft erdhi ora që Perëndia ta çliroj nga kjo gjë dhe ta bekoj dhe ta çoj kishën e vet aty në atë vend të lavdishëm ku e do Perëndia. Amen. Ke Nahum, libri i profetit Nahum, dhjetën e vjetër, kapitulli i parë, vargu 13 që lexojmë. Lexojmë këtë. Tani do të thyej zgjellën e saj nga trupi yt dhe do t'i shkul lidhjet e tua. Halleluja. Pra kjo ditë erdhi. Po na referohet neve, mos ta harrojmë. Sot ku çdo njeri do të shtirohet nga zgjella e djallit. Pëlqej ky vargu, ta lexoj edhe herë. Tani thot erdhora, do të thyej zgjellën e saj nga trupi yt. Edhe do t'i shkul lidhjet e tua, do t'i coftoj në emër të Krishtit Jezus. Okej. Ne erdhora që kisha Jezus të çlirohet nga çdo zgjellë, nga çdo prang e djallit, do të marrë pozicionin që i takon. Abdia, edhe këtu një kapitull është ky, ke vargu 17 lexojmë. Por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbjetuan dhe do të jetë një vend i shenjtë dhe shtëpia e Jakobit do të shtirë në dorë pronat e veta. Halleluja. Edhe këtu shikojmë çlirim nga fuqitë e djallëzuara për të gjithë ata persona që i përkasin Jezu Krishtit. Një çlirim mental, një çlirim fizik dhe një çlirim dhe rritje frymore. Por mbi malin e Sionit, në shtëpinë e Zotit pra, janë ata që i mbjetuan, apo i mbjeton, i ke mbjetu deri tani, i ke rezistuar provave, ke ngulmun në lutje, apo je dorësuje këtë mbrapsh, sepse do t'i mbjetojmë këtyre gjëra. Do të jetë një vend i shenjtë tani, thotë, erdhora, që mund të vej në pozicionin e duhur, që ti t'jesh në pozicionin lavdie. Okej, të shtim në dorë tërë pronat tona. Gjithçka që armiku na ka vjedh deri tani, është ora që ne t'i marrim në dorë. Okej, është ora që ne të bëjmë, ose më mirë, botat shikoj diferencën që ne, shikoj diçka që me të vërtet vetëm Jezu Krishti mund ta japi. Ke Isaia 35, vargjet nga 4 deri ke 8 që lexojmë. U thoni atyre që e kanë humbur zemrën, bëni të fortë, mos kini frikë, ja Perëndia juaj do të vi me hakmarrjen dhe me shpërblimin e Perëndisë. Do të vi ai vetë për t'ju shpëtuar. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët e të shurtëve. Atëherë Çalamani do të kërcejë si një dre. Amen. Aleluja, boni gati, boni gati të shikoni dhe Ariani dhe një që të hullën si viçim stall, thot Bibla këtë Zakaria. Atëherë Çalamani do të kërcejë si një dre dhe juaj me meci do të bërtas nga gëzimi. Aleluja. Edhe demonët e shurt me mece do të shkatërrohen në emër të Krishtit, sepse do të dalin ujëra në shkët e tjerë. Fjala e Zotit pra do të derdhet në këtë botë të errët pra. Kjo është ujëra. Dhe përrej në vendin e vetmuar bekime, aty ku s'ka akoma bekime. Vendi thatë do të bëhet pellk dhe toka e etur për ujë, burim ujërash. Në vendet ku shtrihesh në çaket do të ketë barë dhe kallamishte me xunth. Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. Asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të. Ajo do të jetë vetëm për ata që e ndjekin. Edhe mendje shkurtërit nuk do të mund të humbasin. Amen. Tu shikojmë besoj një restaurim perfekt të ditëve tona. Sepse nga shkret të tjera, pra njerëz të humbur, që ndodhen pra në zgjedhjen e djallit, në rësirë morale, do të burojnë ujërat e shumta, thot në kjo rësirë, në kjo shkret të tjera. Është ora që tani, jo vetëm që ti do të çlirohesh, po ti do jesh një instrument për të tjerët, sepse do burojnë ujërat e shumta.
Ka shumë besimtar që ndodhen në këtë shkretëtirë, sepse i mungon vajosja. Dhe pa vajosje, edhe pse i kishteri i humbur. Këtë më duhet të thamë. Vajosja e cop të zjedhen. Vajosja e frymës shek të nxjerr nga shkretëtira e që të lullëzosh. Vajosja bën që t'jesh një kanal për të tjerët. Kështu që prandaj është shumë rëndësishme që ne të rrim në unitet, që ne të lutemi pa pushim, sepse vetmi armë që ne e mban vajosjen në jetën tonë është bashkësia, lutja dhe fjala. Dhe po humbëm te, kemi humbë gjithçka. Ama po e patëm vajosjen, marrim gjithçka. Por edhe dita që të rizgjohemi e të lagemi me këtë ujë, me këtë fllak, me këtë vesë të fuqisë së frymës shenjtë, sepse është kjo vajosja që na ndihmon. Mbi gjithë herë na ndihmon të kuptojmë Biblën. Edhe mos të harrojmë atë që lexojmë Biblën, sepse vajosja jo vetëm që të zbulon atë që ti të zbulon Biblën, fjalën, se nuk fjala Perëndisë është fjala Perëndisë dhe ke nevojë pikërisht për vajosjen e Perëndisë që ti të kuptosh fjalën e Perëndisë. Po jo vetëm që vajosja të bën që të kuptosh atë që ti lexon, diçka që nga vetja nuk e dalim dot, por edhe të bën që të kujtosh atë që ti ke lexuar. Sepse shumë vetë i harrojnë. Edhe kjo sepse vajosja është pak e mungon. Sepse pa vajosje ne edhe mund të lexojmë Biblën, por pas 10 minutash harrojmë të gjë. Harrojmë gjithçka që kemi lexuar. Pa vajosje gjë nuk shkojnë mirë as në familje, mos të harrojmë edhe këtë vëllezër, motra, ju duhet ta them edhe këtë. Pa vajosje në frymës shenjtë, sepse ne jemi në luftë. Ne influencohemi, armiku e ka me ne. Dhe ajo që na jep qetësinë, diturinë, urtësinë për mënyrën e sjelljes, gjithçka është vajosja. Në qoftë se ne humbasim vajosjen, ne për fat keq jemi në luftë dhe influencohemi në shumë raste dhe aty pastaj nuk përmbahemi dhe bin probleme edhe në familje. Por vajosja të ndihmon që gjërat pra të shkojnë mirë edhe në familje. Vajosja të ndihmon që gjërat shkojnë mirë edhe në shoqëri. Okej? Kudo, sepse pa vajosje je i prazët, je bosh. Por kur gruaja për shembull ose fëmijët afrohen dhe shkojnë e ndjejnë diçka, shikojnë diçka në ty që më parë nuk e shikoshin, atëherë kjo do të thotë që vajosja po vjen mbi ty. Edhe ku ndryshon ti, edhe fëmijët ndryshojnë. Sepse është Zoti që lëviz me te. Dhe staurimi, pra ky restaurim që ne po flasim sot, është afër jo vetëm në ty, jo vetëm ke kisha, por edhe në familjen. Amen. Dhe këtu lexojmë që këto çakejt, kush janë çakejt këtu këva, që thëret Isaia. Këto çakejt janë demonat. Do të largohen, thot, një herë për gjithmonë. Një herë për gjithmonë. Amen. Edhe na mrekullon ky Isaia, siç e dim Isaia është një nga profetët më të mëdhenj, pastaj për këtë librave që ka shkruar në 10 në vjetër flas. Se profeta kemi sa dush të mëdhenj, kemi Abrahamin, kemi Mojsiun, kemi Elian e gjithë me radhë. Po pastaj për këtë libër që ka shkruar Isaia është ai që ka shkruar më shumë dhe shumë i fuqishëm, edhe na inkurajon shumë. Edhe gjithë duan ta lexojnë fakt, jo vetëm ta lexojnë, por gjithë duan ta edhe ta kuptojnë librin e Isaias sepse flet shumë për këto gjëra. Në fakt jam ke Isaia, kam prap ke Isaia, se kam bjet vargje prap, po marr këtë tanik ke Isaia 29 vargu 18 thot: "Të shurtët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe të çliruar nga errësia dhe terri, sytet e verbërve kanë për të parë." Premtim. Ky është premtim, jo ndoshta po, ndoshta jo. Në fakt janë shumë të persona pritani si kemi të shurdhë dhe të verbër edhe nga ana frymore, mos t'i marrim vetëm nga ana fizike, se Perëndis tu intereson ana frymore, nuk intereson ana fizike, është gjithmonë dytësore. Ku vjen frymorja, edhe natyrorja është e garantuar, okay? Në fakt janë shumë ata persona që shkojnë kish, por nuk kuptojnë fjalën. Pra nga ana frymore janë të verbruar edhe janë të shurdhuar. Si hyn, ashtu dalin. Pastori pret
pastori predikon, pastori flet, pa ata nuk kuptojnë asgjë. Sepse vajosja mungon jetën e tyre. Sepse në fakt nuk është njeriu ai që e bën, nuk bën njeriu që të bën të kuptosh ti fjalën. Ti ndoshta mund ta dëgjosh, por që ta kuptosh, që ta zesh, nuk është njeriu. Është fryma e shenjtë. Okej, po është fal për frymën e shenjtë që është në ne që na bën ta kuptojmë atë gjë. Ta ruajmë dhe ta kujtojmë kur na duhet. Dhe është fal kësaj vajosje që zbret mbi ne, pra, dhe na ndihmon të kuptojmë gjithçka, e madje edhe mund ta predikojmë të tjerëve mirës, sepse kur fryma e shenjtë ta mbuloset e gjë, vështirë që ta harrosh më. Sepse po e pret diçka, sa ne duam për shembull vargje si kuptojmë, edhe kur na shpjegon dikush për shembull, atë zem, më gullaj, sepse e ke kërkuar nuk ka shumë. Ndryshon puna kur të predikojnë shumë, po mund edhe të harrosh, po sidomos kur një varg që e ke prit, nuk po e kupton, edhe dikush ta jep bram, pa jo se bën që ti ta zesh atë varg e mos ta harrosh më kurrë. Në fakt është një varg, se mos gaboj, nuk e kam më shumë, por është ke 1 Gjoni, e maj mente, 1 Gjoni 2. 1 Gjoni kapitulli 2 vargu 27. Se thot, sa për ju thot, vajosja që keni marrë prej ti, pra, qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush pra t'ju mësoj. Por, duke qenë se vajosja e ti ju mëson çdo gjë që është e vërtetë. E nuk është pra gënjeshtër. Qëndroni pra në ashtu sikur se ju mësoj. Kjo është pra ke 1 Gjoni 2 vargu 27 që i dhen vulën të kësaj pra që vajosja është ajo që na bën të kuptojmë, na mëson, na e kujton atë varg dhe madje na jep autoritet dhe që t'ja ndajmë tjerëve kur është në nevoja. Pra në fakt shikojmë që është vajosja ajo që na mëson për gjithçka. Shkojmë prapë Isaia, kam dhe varg këtu, Isaia 29, vargu 24. Ata që kanë frymë të përdal, do të arrijnë të kenë gjykim dhe murmuruesit do të mësojnë doktrinën e shëndosh. Edhe herë, ata që kanë frymë të përdal, do të arrijnë të kenë gjykim dhe murmuruesit do të mësojnë doktrinën e shëndosh. Restaurim, transformim, lajmi i mirë. Tu shikojmë pra një tjetër premtim të bukur dhe të fuqishëm, sepse Perëndia do t'i japi aftësi të përdalit. Ai që ishte përdal, do të arrijë të ketë gjykimin e duhur. Pra, ja pse vëllezër e motra, kjo ditë erdhi. Kisha po restaurohet dhe çdo besimtar do të marrë përgjigjen lutje që e morëm dhe një sot. Në emër të Krishtit Jezus do marrim të gjithë përgjigjet. Nuk kënaqemi ne me i got. I got. Bukur është e fëmijëve. Është një oqean aty përpara, pse të kënaqem unë? Vetëm me çelçat që motra Klara sot mori në dorë, për shtëpinë, mori shtëpinë e re, që jemi lut, po në emër të Krishtit, jo, prit se kemi prapë në lutje, kemi lut shumë dhe do t'i marrim gjithë në emër të Krishtit Jezus, nuk ka. Kështu që prandaj është ora që të marrim përgjigjen lutje. Por jo vetëm kaq, sepse Perëndia po restauron pra, edhe atë, si mund themi, po restauron edhe atë forcën ose atë kurajën tonë ndaj djallit. Edhe aty është gjithë fitoria. Që të marrim autoritet, dhe po morë autoritet, atëherë përfundon çdo gjë. Kjo është restaurimi fakt. Restaurimi i kompletuar është kur ne marrim çelçën në dorë me kuptimin tani frymor, atë që Krishti na ka dhënë. Unë kam dhënë çelçën atë. Na ka dhënë autoritet mbi djallin. Kështu që prandaj ky restaurim i vërtet është forca dhe kurajo që kemi ndaj djallit. Kjo erdhi. Kështu që ke Malakia, jam në 2 vargje tjera, pipa ku i herë. Dy vargje dhe mjaft ta ashtu, ta përfundojmë, se gjithmonë thamë gjysore, për e kaloj prapë. Se edhe unë tani jam i qika shu, po me kuptimin, nuk është që e ndjej lodhjen, po e shikoj që edhe shumë gjata bot nga e bajatshme, kur shkoj shumë edhe shikoj vetë nga e kur gjoj nga e në predikim që ma bje dikush, po që i gjatë, nuk e dëgjoj.
Edhe aty kuptoj vetë që nuk do të shkoj shumë gjatë, se predikimet tamam janë nga 20 minuta deri në gjysore, 30 minuta që i merr, ushqehesh mirë e mjaft, edhe i ruan ato. Nëse ke Malakia 4, vargjet 2 dhe 3 lexojmë. Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lind dielli i drejtësisë me shërim në krahët e tij. Dhe ju do të dilni dhe do të hillni si viçat që dalin nga stalla. Bargu im ky. Po e presim gjithë. Ashtu do hillem më vonë, rrini qetë. Do t'i shkeli me këmbë të babesët. Ç'm ka premtuar. Mjaft më kanë pru dhe mu majtonës, me thënë drejtën tani, është çik shumë kjo gjë po m'doll. Shumë vetë ai din atë që to padrejtësitë që po vijnë mbi mu. Po ja siç më ka premtuar Zoti më tuki ky Malakia 4, vargjet 2 dhe 3. Por për ju që keni frikë nga emri im, unë jam i pari, thot Zoti, jo emri im, emri i Zotit, kemi frikë nga emri i Zotit, e gjithë ju. Do të lind, jo ndoshta po, ndoshta jo, do të lind, edhe ne do ta marrim, dielli i drejtësisë, drejtësi në gjithçka, me shërim në krahët e tij, drejtësinë dhe shërimin, të dyja. Dhe ju do të dilni, do të hillni si viçat që dalin nga stalla. Do t'i shkeli me këmbë pabesët. Amen. Sepse do të jenë hi me fjalë, hi zjarri në tabanin e këmbëve tue gjatë ditës që unë po përgatis, thot Zoti i ushtrive. Shikojmë tu që Perëndia këtu po bën një gjë tjetër për gjithë ne. Po e merr atë këmbën ton për ta vendosur në qafën e djallit. Amen. Po na jep kurajo të forta, po na jep forca, po i merr këmbët tona edhe po i vendos ke qafa e djallit. Sepse fitoria është e garantuar dhe është e jona, dhe unë du t'ju inkurajoj me këtë mesazh që mos u dekurajoni, mos u shkurajoni. Atë që Perëndia ka premtuar, aq më shumë kur ta premton siç ma ka premtuar mua në mënyrë personale, po edhe atë që ka premtuar në mënyrë të përgjithshme, që fjala e tij që është për gjithë ne. Do të ngulmojmë që ta marrim. Dhe Zoti don që ne të ngulmojmë. I pëlqen që ne të ngulmojmë. E ka gati. Po dina i pse? Shumë pse nuk i kuptojmë. E dina i kohën. Kur? E dina i. Por prit, dhe do jesh një bekim për tjerët. Do jesh një dëshmi e gjallë për tjerët. Pas sa rëndësishme është pra që të ngulmojmë. Sepse fitoria është e jona. Dhe këtu shikojmë se si është vetë Zoti ai që e merr, na i merr këmbët tona, edhe është vetë Zoti që e vendos ke demonët e ferrit, që e vendos sipër djallit. Edhe është ai që lëviz me anë të nesh. Pse kjo? Sepse ne jemi më shumë se fitimtarë në Krishtin Jezus. Ne tashmë kemi fitu. Beteja është e marrme, lufta është e fituar. Okej, kështu që fitoria është e jona. Amen. Ta mbyllim me këtë vargun, Josueu 10. Josueu 10 nga 24-25 e lexojmë. Kur u nxorën jashtë këta mbretër dhe quan tek Josueu, ky thirri tërë njerëzit e Izraelit dhe u tha krerëve le luftëtarët që ishin shkuar bashkë me të. Afrohuni dhe vini këmbët tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve. Amen. Po e lexoj edhe nga fillimi. Pëlqeka kjo, nuk e di pse. Kur u nxorën jashtë këta mbretër dhe u quan te Josueu, ky thirri tërë njerëzit e Izraelit dhe u tha këtu Josueu, këtu në të rast, përfaqëson Perëndin, ose më mirë, zërin e Perëndis. Sa është njeriu Perëndis. Dhe thot, thirri tërë njerëzit e Izraelit u tha krerëve të luftëtarëve që ishin shkuar bashkë me të. Afrohuni dhe vini këmbët tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve. Ata afruan dhe vun këmbët e tyre mbi qafën e tyre. Kështu po bën Zoti edhe me ne. Siç thash parë. Po merr këmbët tona e i ka vendos
mbi qafën e demonit, që t'ja marrin frymën, që mos kenë më autoritet mbi ne, dhe që ne të marrim gjithçka që i ka premtuar, edhe ne të restaurohemi, si nga ana frymore, që është më rëndësishme, por mbi gjithë të rimarrim gjithçka që na përket dhe nga ana materiale, pse jo? Po restaurimi i vërtet, siç e dim, është frymor, kisha. Dhe këtu po thotë që do marrim çlirime. Do marrim çlirime. Madje këmbët tona janë mbi demonat. Pastaj Josueu tha, 25, këtu jemi Josueu 10, vargu 25 thot, pastaj Josueu tha, mos kini frikë, mos u tmerroni, tregoni të fortë dhe trima, sepse kështu do të veproj Zoti me të gjithë armiqtë tuaj, kundër të cilëve duhet të luftoni. Lutja. Kjo është një premtim i fuqishëm, amen. Da lexoj prapë vargu 25, më pëlqej këto dy vargje. Mos keni frikë, mos u tmerroni, tregoni të fortë dhe trima. Kjo është kurajo. Ti lutemi Zotit që të na rrisi kurajon, që të na forcojë. Sepse kështu do të veproj Zoti, do të veproj me gjithë armiqtë tuaj, kundër të cilëve duhet të luftoni. Ata që duhet të luftojnë kundër nesh, është Zoti ai që i lufton ata. Ata që duhet të na mposhtin neve, është Zoti ai që i mund ata. Ky është një premtim i fuqishëm, sepse po ndodh pikërisht kjo kur besimtarët e Jezusit janë më shumë se fitimtarë mbi çdo armik, mbi çdo problem, mbi çdo gjë. Dhe si përfundim, siç fola dhe javën që kaloi, shiu parë dhe shiu i fundit po vimi një herë. Pra mbjellja, që është e fjalës Perëndis, dhe korrja e shpirtrave, ku mbjellim fjalën e Zotit. Kur korrim shpirtrat. Nuk korrim më fjalën e Zotit. korrim shpirtrat. Ky shiu i parë, mbjellja, që ne kemi mbjell fjalën, dhe shiu i fundit, korrja, për të korrë shpirtrat, po vjen një moment. Dhe lutja si lutja e përgjigja lutjes po ndodhin në të njëjtën çast. Lutja po merr përgjigje në çast. Ka dhe një shit fundit dhe këtu dhe një shit parë dhe këtu. Shi i parë dhe i fundit, i referohet mbjelljes fjalës Zotit. Korrja shpirtave. Po thot po vinë në një çast. Pra ato që kanë mbjell fjalën, ose në momentin që ti do t'i flasësh dikujt tani për Zotin, nuk do presësh më. Po në moment do të pranoj Krishtin. Pra në atë moment e Krishti do ta marrë, do ta shpëtojë atë shpirt. Madje thotë edhe ka një kuptim tjetër edhe kjo, shiu i parë dhe shiu i fundit. Që lutja tani që ne kemi bërë, nga herë kemi marrë me kohë gjata, ka ndash kohë. Po tani ky restaurim do bëjë që edhe lutja të bëhet sot e të merret sot përgjigja. Veç dorën sot, e në emër të Krishtit të marrësh shirimin që sot. Ky është një tjetër premtim i shiut parë dhe shiut fundit. Të fola rast tjetër, qofse kujtohet. Prandaj, kush nuk e donte, gjithë e dum. Prandaj e koha e restaurimit erdhi. Jemi tani. Ky rizgjim nuk ka qenë asnjëherë. Zoti po na zbulon fjalën. Zoti po rrit vajosje. Ky fllati i freskët po na freskon. Zoti po na merr e po na çon që t'i vendosim këmbët. Po, t'i vendosim me dhunë, ajo që është e jona. Ne do ngulmojmë, do ta marrim në emër të Krishtit, sepse është e jona. Mos keni frikë. Mos keni frikë nga frymat, mos keni frikë nga demonët. Ato kanë frikë nga ju. Keni frikë më shumë nga mishit që keni me vete, që ju shtyn, ju bën gjona, që të bëni gjona që nuk i pëlqejnë Perëndis, që trishtojnë frymën e shenjtë, që largohet vajosja, aty marrin fund çdo gjë. Aty marrin fund çdo gjë. Prandaj kemi kujdes me mishin që kemi me vete. Është armik i tmerrshëm, armiku më i madh. Nuk janë demonat, armiku më i madh është mishi jonë që kemi me vete. Por ne duhet të ngulmojmë, të harrojmë, të vdesim të mish, të mbështetemi ke Zoti, edhe jemi të sigurt që gjithçka që Perëndia i fuqishëm, që ka premtuar fjala vet, do ta marrim, është e jona, në emër të Krishtit Jezus. Forca, ti që ke probleme me shëndetin, ti që ke probleme mendore,
Ti që ke probleme me armikun ndoshta, akoma nuk e të shliru nga zgjedhja e armikut, erdhi ora që të restaurohesh edhe nga kjo pikpamje dhe të jesh një mjet i fuqishëm edhe për tjerët. Ngulmo lutje në emër të Jezusit, sepse shiu parë dhe shiu fundit do merret në një çast. Atë lutje që do bësh tani, do ta marrësh tani. Mjaft kemi prit me kohë. E dim që Zoti nga e lëviz shumë, e din ai pse lëviz shumë me këto mënyra, por kur shikon që ti nuk të intereson më tani, që ke vendosur të shërbesh Zotit një lloj, ti besohesh një lloj, atij i pëlqen dhe thot tani, okay, tani më pëlqen thot. Tani thot nuk do të lej më të presësh. Po në momentin që të lutesh, në momentin thot do të përgjigjem. Dhe ky është Jezusi, që është Zoti i gjallë. Amen. Okay. Rast tjetër të shikojmë tani që mund të flasim, ndoshta mund të prek në gjë që ka të bëjmë se si edhe ne si të krishterë që t'jemi më të kompletuar dhe flasë si mund të arrijmë në atë pozicion të kompletimit, si çfarë kërkon Zoti, si mund të jemi të kompletuar që më të vërtet jemi të gatshëm në gjithçka. Ndoshta mund të flasë edhe këtë, sepse janë ca gjëra që edhe ne si krishterë duhet dim diçka në kjo pikpamje, të kompletohemi, edhe pse jo, besoj që do të jetë në kjo një mesazh i bukur, po shikojmë, nuk e dim. Ju falenderoj si gjithmonë, Zoti t'ju bekoj, ju falenderoj për çdo lutje, për çdo koment, për çdo gjë. Për mbështetje mbi gjithë, edhe shihemi javës tjetër. Bekime të gjithëve, mirupafshim.